Edhe prandaj këto janë ato që unë mendoj. Dhe James Rubinin, po flasëm për James Rubinin, ai u shku në Hog edhe ka rajt sa i kanë zogoja. Po ku ka gënyer sipas mendimit tuaj që Cila ka nisë se James Rubini është ai që u ardh në Kosovë e i ka thonë largonu ju njerëz të ushtrisë, largonu ju UÇK-ja pe politike. Nëse donim ju met pak fytyrë, pak autoritet. U ardh disa herë e ju ka thonë mon, ka rrejt gjithmonë që asë më thonë që nuk u konë në luftë se ka ngu kush. Asë një proces në Kosovë, asë në Hog, asë këtu nuk ka bo pashë më thonë. Gjithkur ka rrejt. Dhe me siguri se këta që tash janë jashtë sistemit kanë drejt me hongër pore. Këta Amerikanë po hongëshën pore, se këshin dert. Po pse mendoni që Amerikanët thaqin, pra James Rubin e ngritin nuk e thonë për Haradinaj thaj që ka qenë me ne, me Cian? Në gjë, nuk po flasëm për Haradinaj. Haradinaj e ka qu thaqin në burg. Fatmir Limaj e ka qu shok të vetë tonë burg. Krejti ka burgos këtë. Se kjo moshkull ma të likë, se kjo s'ka, jo që mu më ka bo, se unë jemi drejt për drejt, nuk muna me të tërsu. Po gjithat këshijat Kosovën e ka gjetë pe këto. Para mendoti, para gjygje, thot, para gjukatës, thot që më konë luft kur. Kur që më konë luft, e shtet me rajtë Rubinin. Që më konë luft kur. Recep Selimi, një burë, thot që më konë luft, pushkën ja kom kësu Sërbis, që jam as me ato, po burnia e ka, njerëzia e ka që to, thot, kam qenë luft, pushkën ja kom kësu Sërbis, që më konë krah për krah. Me Adem Jasharin dhe krah për krah me Veslin Clarkun. Deje ku shliru Kosovën. Që ku jam, qka ku mbo unë, që kam kriminalat, ku mbo gjonë. Kjo është realiteti. Kjo u kaldu një gru. Nuk është burë, po ko as grusa. Kjo s'ka të regu as një, jo veç këta, po kjo ka bu shumë zeza Kosovës. Cilat janë zezat që ja ka bu Kosovës. E ka bu zajednicën me kompetenca ekzekutive, që i gjashon Republikës Srpske të Bonës. I ka bu 14 kisha shqiptare, pa qenë kur Sërbe ja u ka bu tapi Sërbëve. Dhe ju ka bu eksa teritore. Eksa teritore që do fa mini shtetet vola, që unë qam jurist, po me ata jurist që i njojnë drejtën ndërkombëtare, normat e ligjeve, kur e ka eksa teritorin, ka drejt a i shtetë me shku i për helikopteret edhe shkan aty zgudo kush me i dalë pare. Do me thonë, një trup të vogël Kosovës i ka dhonë 14 kancere i ka shtim rana. I ka falë 8226 hektar tokë molit zi. Tokë rrugove molit zi. 3000 Macedonisë. Po, mos flasëm për plaqë ke hajnin. Me vllazën e me krejtën multimiljardera të punu me radoj qishin, ju ndalë në ato nure, Tibrit, të e ke pa, nuk e dhja e keni pa, kam e të qu vidot pas këti emisioni që ti mi pas, dëshmi, thot më vje keq, se Mitrovica urdo, kur ishë që i vogë, me njëherë kur ishë kuj i ri, flok të pasrine, një djali i ri duket atë, thot më vje keq, po Mitrovica urdo, sepse marvesha, kjo ka gjenë një agent i shërbimit francez, vllavi ti nga një thaqë i judëvet. Dhe shërbimet kanë investu njerëz të tillë. Dhe kanë pru Kosovën në këtë gjendje. Kjo që po ndodh sot është një grushtet. Pikërisht e kjo e soqmja, ju lutem jepni, se nuk duat ju marrë shumë kohë, jepni mendimin tuaj për Kurtin sot edhe për Edi Ramën. Nëse keni një mendim edhe për Edi Ramën. Për këto dy. Jo. Këtu është një grushtet, një tentim grushtetit, më bo 60 herë, e mos më bo institucioni parlament. Dhe me thonë, ne dalëm protesta se pishkel Albin Kurti kushtetutën. Dalëm protesta nëse Serbet nuk vinë atë, ata Serbet që tash, Serbet lista Serbet që e kanë ndërtu këta.
vetë Hashimi me opozitën, edhe LDK-ja janë që unë jam pjesë e tij, edhe ajo u kon aty, kur ishte Mustafa, edhe tash, ajo listë nuk e nje Flamunis, ta nje Kosovën, nuk ta shkru Kosovë Republik, del atje, nuk dije, kënë media, këshyre, me him Serbis, e lavdojnë kriminelin Radojqic atje, thot vllai jonë kena më të morë me të pru këtu, do më thonë, këto janë, këta i thojnë, ti pishkel, Albin Kurti pishkel kushtetutën, e i dhonë ka ati që sta një shtetin dhe që shkel kushtetutën e që të vretë, që organizojnë vrasje. E po, ju e parametja të botës o ka organizimi që ka dosh më ndodhë me bojshken. Me i për Lepencit. Kjo të puni ka organizu lista sërbe, listë kjo që u ndërtu nga këta tratarë, nga këta lahpera. Dhe, asë një ke që Kosovë nuk e ka gjetë pa Hashimin dhe rrethin e ti. Edi Rama është aj që asë një pun të mirë për këtë vend, për Kosovën nuk e ka bon. Ma i fuqeshëm dhe ma kërministër i mirë, po del Edi Rama ta udheshtë të Sërbin, se sa udheshtë vetë Vučići. Një kërministër shko, po la del Edi Rama një kërministër shko. Një njeri që as një fjallë për Kosovën se fletë. As një fjallë. Shka kime thote, kur i shkon marveshja e Ohrit. Marveshja e Nishit. 2018, thot Sonja Biserka, është një për drejtat e njerit. Po, për drejtat njerit, thot, 2 vjetë ma parë, kjo ka qenë një deklaratë 2018, nuk e di më duke të to, 2018, thot, ka qenë marveshja Edi Rama Vučić për ndarjen e Kosovës. Dhe orë, naturisht, pa Hashimin s'kish mujtë edhe pa Isa Mustafën. Dhe i ka fut në funksion gjitha që ka pos mundësi këtu me bo, për mirëdzu Albinin. Nuk qëmë, kuptoni, asë qëmë asë kur s'ka me kam me Albinin, po këtë jole e ka mirë, këta jënë qena, këta e kanë keqë. Këta e kanë shkatru Kosovën me qka egziston, që egziston mikit tu, që i ka ardhë shtek, vjedhe, plaçkete. Para me ndomë në thotë, shkoj që për me nruhe një kabull rryme në verit Mitrovicës, u duf me ashtë bo një kërkes Radojqicit, me thotë lutëm, ana e lejon elektricistët, marrën me nruat kabull, edhe mësë me ta pagu rrymen kur. Për me dalë në tonë, që 30 vjetë unë dalë në tonë nuk jam, kur që në Serbi. Se ta kanë bo këta kanë bo. Kurti e ktheu sovranitetin? Kurti e ka kthy sovranitetin. Kurti në gjanë, nuk e di, a më në gjanë, po unë e mendoj, që këtë gjallë ka bo mrekulli, po marveshët ndërkombëtare nuk mundet me shty as kurti as kërkush. Mendimi janë, sepse ata që kanë bëhat marveshën në njerë legjitim, zjedhën nga populla, ju ko Hashimi me PDK-n dhe Isa, me LDK-n, baton Haxhia dhe Roma për krasë të nanëve. Do më thonë, marveshën ndërkombëtare nuk ka shumë të më këthy, vetëm një shumë që është. Para botës, se Serbia ka dosht me i glabru atë teritor ku është mogje e Kosovës. Pasuria Kosovës është trepqa. Ekspertët tonë që dikon 535 miliard i ka pasuria a i ven. Kosova pa ujman nuk mundet me jetu se kret me toka, me këta uj që e kem gota kësaj dhe janë të ujmonit. Edhe, këta që i kanë bu këta Kosovës, Rankovici me kanë konë në kryet shtetit, me kanë konë qeveri, nuk ishtë ditë mja bo. Rankovici, se zoti këta kanë thonë, vetë Hashimi, po ja bojmë amanetin Rankovicit, se ka pos qef Rankovici. Rankovici ka pos qef mi glabru ato për zgjallit ti. Atër në Jugoslavi. Kërë bojë në Jugoslavia mos mujtë mi bo, ka rej shqiptar, u ko gjelat, u ko kasapi shqiptarve. Kësat dojnë mja bo, dojnë mja qua amanetin Rankovicit në venë.
Nuk tha mon, thot Hashimi. Këto janë njerëzit që e kanë përkrahur, nuk është veç ky vetë se ky s'ka mujt mi bon. Palët e kanë këto s'ka mujt mi bon. PDK-ja, që janë një grup kriminal që janë në shëtitin kësaj në për Prishtinë, edhe si ka prek kërkush, se që në taku halo me kallashin gryk për gryk, në bolë. Si të takojnë, ta ikin shkojnë në Rusi. Po, krejtë është puna që këto të gjitha që ka ndodhë, të gjitha këto që ka ndodhë, të gjitha ka ndodhë me miratimin e Hashimit, se pa Hashimin asë një keqe Kosovës të ka di. Asë një njeri, në qofë se u vra dikush, për cilët unë nuk di, gjykata do të zbarë. Unë dyshoj, dhe gjykata po dyshon që unë hapë. Po, unë që i di, asë një njeri nuk u vra pa miratimin e tyne. Dhe atë që ma keqe, që që kanë bërë. Qa që në ko, se këta dijen që në ko budalaj. Telefonat satelitori në kohë të Francës. Edhe vola në që nuk kohë Francës. Qa që në kohë budalaj, e kur i kanë vroni, edhe a ma kryve punën. Po, bravo, gëzuar. A i kuptan, edhe këto nuk ja ka bu kërkush, po këta veti, njëri tjetërit. Edhe kur e ka po Hashimi, që është gabim që u rështu mas shërbimit dëgjesit francez, e kur orë të Amerikanë se kënë në luj pika-pikan me Amerikën. Për ditë që për të luj. Dhe Amerika dhe jesë po lunë, po hajtë se unë po luj me ty. Edhe të gjitha që to ka ndodhë, asë një nuk ka ndodhë pa miratimin e ti. Asë një heqet, asë marveshje. Qa ka doshmër ka bo, qa ka doshmër miliarder. Mund vje keq që Rubini dhe ajo administrata e Bidenit edhe ti e ka qujtë Hashim Thoqin George Washington i Kosovës. Po qysh me murë protash Georgin pe aeroploni e shtit në birë atje. Jo ka tho Serbia, jo s'ka tho Serbia, hitë da sa dhe Serbia ka thonë. Oshtë shumë e vërtet, që dhe Serbia ka mund këtu argat. Po mund s'ku mujtë me ditë në ta, o miku jem edhe ju shqiptarë që po më dëgjani që kanë bon këta në për terene. Kur s'ku më ditë, asë sot s'di, dej po i ndëgjoj, me morin vajzat, rëfen vajzat, ho, 4 ditë e net, qa mund me rajt ajo 4 ditë aty? Mund me rajt 40 minuta, jo 4 ditë kur pa ta. Graje, vajzat shqiptare, sene, që të ka do pahishme. Dhe unë mendoj se gjykata njëherë kam mendu që keq, edhe sot po mendoj që keq, se s'ku pos, thash edhe ma por, po thëmë më bet, po thëmë prap, nuk më pos dëshirë me dalë këtu të këshia në bisi për faqe. Me ditë popullë, se një im pak me një popullë ma bujarë, ta ka kësu shpinën, ta ka dho dorën, ta ka dho besën, s'ka prej. Më shku në asofor me jamor djallin, me jamor vajzën, me re, me adhënume, me vrak, kështu kanë bove qkit. Nuk kështu që keja që ka bon kështu, ka bon e ki, kanë bo individ. U që kjo ku krejtë Kosova, o miku jem. Krejtë jem ku, qa ka, nona tone jem ku që kjo që kanë dho buk. Kanë shërby këti veni, Shqipëria ku që kjo, që na kanë qelë derën, graja thmi janë bështet në për polaze, në për shtëpijat juve atje. Kjo është realiteti. Zoti Geci, unë të falenderoj shumë për bisedën, jam mirënjohës për kohën dhe shpresoj që në të ardhmen ne të dëgjojmë sërish. Patjetër, më mbje keq që më duhet me fol për ata që su dash me fole, që su dash me bon ajo gjykate, që su dash me bon këta ato marrina, po vëllaj nuk gati që po jetë që gjykata ka qenë një frymarrje e mirë me marrë frymë këj popull, me marrë frymë këta njerëzë këtu. Dhe Roma u munu edhe këhomar u konar në brojt të baba i ati, më neke për mes forma ndryshme, hajde këhon të rëzoj, kujteke me të komandanta të rinjëzët që përdojnë qeverin. Unë mendoj që hala sot është një gru shtetë, kjo edhe kush që ma hek nuk ka. Nuk ka se që shtu pëndodhë, pa konë, që mundet me konë ndryshe kjo.
kur bohet kaq muj, 60 herë sa unë ta bohen nuk mundet me zgjedh. Po para mendoj, me kanë pas PDK-ja 48 deputet, aja kishë lënë kuj pushtetit. Ose Ramush Haradinaj që i ka 6 mi për pas 28. Kjo bojkat. Edhe nuk është tjetër fare, veç një bojkot kundër shtetit. Një barikad dhe një grushtet kundër shtetit. Një shteti i lanë me gjak, me dhunë e kollet, shpi për shpi i kanë kollë. Kosovën. I kanë vraj, i kanë dhunu 20.000 gra, i kanë vraj 1.330.000. Edhe tash, se këtyne asnjë, as e Ramës nuk ja ka prek kush gruna së motrën, as Hasim Thaçi që ka prek gruna së motrën, as Jakub Kazisi që ka prek gruna së motrën. Ja kanë prek tjerve që janë me lëtë në sy, sot qajnë familjet e kanë dyrët e mbyllura. Këtë shkej u përkull ke paravare dhe se ta kanë vrajë redentistat, i kanë vrajë paravareve të sërbëve, Hasimi u përkull atë paravareve, i kanë vrajë redentistat shqiptarë këta. Po kjo turpi maj madhe të në kohë në kënjeri edhe këta njerës që nuk janë tonë, unë mendoj që këj ka marrë në qafë edhe Kosovën dhe shokë që i ka. Këj po mënohet me dalë vetë, para menohet që mënohet kënjeri po mënohet me dalë vetë, pe i burgut pa i interesu aty në përshok fare. Hiq pa i interesu. A ca mirë ja boni një pyetja i prokurori Rubinit. Tha ma mire njefti, tha Hasim Thaçin që kënaj 3-4 herë, tha Recep Selimi. Tha ja vëlla Recepi. Kja është marrë dhe ma kesh. Shola, unë më pyet fundit, kam qef, ajo gjykat edhe në kofë që krejt i kanë vroj, i kanë bu që ato kam qenë me dalë poster. Shpirti jam para butën. Dëshira është të lirohen, të kthehen të lirë. Të lirohet të kthehet i poster, mos na jetë neve shqiptarëve një etiketim aq i thellë, aq i poster. Se si jem na ashtu, si jem ai gjak, ta jenë gjak tjetër. Ta s'jon gjak, s'ka gjak shqiptari, ai që bën ato s'ka gjak shqiptari. S'ka vrarë shqiptari ashtu. Nuk i ka bën këtu, këta e kanë këta pik për pik e kanë diktuar Verhoxhën që ka bën dhe Stalinin. Ju përshëndes. Zoti Geti, falenderoj për bisedën dhe për kohën. Ju uroj gjithë atë mirat, faleminderit shumë edhe nga ju.